Seanca për dosjen plumbi art ku i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani në këtë fazë vihet përballë avokatëve të panderëve, të cilët i drejtojnë pyetje, është shtyr për me datë 22 prill. Shkak për shtyrjen janë bërë debatet në sallë. Avokati Lorian Duzeni braktisi sallën për disa minuta, pasi pretendoi se Nureddin Dumani tha je në ofertë. Ai akuzoi dhe prokurorin e çështjes se po bën se hir para këtij kërcënimi, ndërsa seanca rinisi disa minuta më pas. Dumani duhet të jetë korrekt, ndoshta i e thot me shaka, por unë nuk e përballoj dot, sepse ai është trim dhe unë jam frikacak. Duke qenë se kjo është bërë shqetësim disa herë, ne kemi kontaktuar me kryetarin e dhomës së avokatisë, i cili na kërkoi shtyrjen e seancës. Nuk e tolerojmë më këtë sjellje. Kërkojmë shtyrjen e seancës. Nga ana tjetër edhe avokatja Ilda Zotaj u shpreh shqetësim, duke thënë se ka kërkuar nisjen e një procedimi për kanosje ndaj Nureddin Dumanit, por prokurori është përgjigjur se është në besën e tij. Por kjo deklaratë është mohuar në mënyrë kategorike nga prokurori Behar Dibra. Dumani ishi pandehur në këtë proces, jo dëshmitar. Të merren masa për personin që provokoi situatën. Ato që thot avokatja janë shpifje të pavërteta. Ke të drejtë të ngresh kallëzim ndaj meje. Shko bëj kallëzim atje ku duhet. Merr regjistrimin dhe shko kallëzoje ku të duash. Bëhet me qëllime të caktuara kjo. Ndërsa gjatë seancës Dumani dha versionin e tij për vrasjen e Lulzim Mashës, version që pati disa herë kundërshtime nga Enrik Hoxhaj, i cili po ashtu është i akuzuar se kreu këtë vrasje në bashkëpunim me të penduarin e drejtësisë.